Tuna thyen heshtjen për Patrice Berishën. Unë nuk isha e lumtur në atë martesë, Altuna Sejdiu, apo siç njihet nga të gjithë Tuna, ka thyer heshtjen duke folur për të gjitha gjërat në jetë dhe karrierë, në The Dalina Show. Ajo ka folur edhe në lidhje me martesën e saj me muzikantin Patrice Berisha. Ju besoj të gjithë e njihni Patricin si vëllain e këngëtarit dhe prezantuesit të njohur Robert Berisha. Por Patrice ka ndëruar një karrierë të suksesshme të tij e cila po ecën shumë mirë. Nëse kthehemi te intervista e Tunës, vlen të theksohet se në një pjesë të shkurtër të publikuar në rrjetet sociale, këngëtarja nga Shkupi thekson se nuk ka qenë e lumtur. Unë nuk isha më e lumtur në atë martesë, nuk më intereson, u shpreh ajo. Ajo dhe Patrici kanë së bashku 2 djem, Tian dhe Patrice. Dyshja kanë qenë shumë të komentuar në media e shtypin roz, ndonë se ndarja e tyre ka ndodhur që një kohë. Ata po vazhdojnë jetën ndaras, secili me angazhimet e tyre në anën profesionale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.